Të korruptuarit e të gjitha partive, përveç se vjedhjes, kanë edhe një përbashkët tjetër. E trajtojnë popullin si fëmijë dhe një lloj si fëmijët përpiqet i manipulojnë duke u treguar pralla. Një nga prallat më të hershme që është treguar popullit shqiptar 3 dekada e ca më parë është se korrupsioni nuk është dhe aq i keq. Korrupsioni si ai vaj që lehtëson lëvizjen e ingranazheve të shtetit. Pastaj nisëm prallën e dytë. Prallën sipas cilës kush punon vjedh e kush vjedh punon. Kështu që politikanët e korruptuar e konsideruan si drejt natyrore të vjedhin 20 apo 30% të çdo pune publike. Kur populli nisi të mos e hante më prallën dhe të shfaqte pakënaqësitë e veta, e sofistikuan prallën duke thënë se edhe në Evropën e madhe ku duam të integrohemi ne vidhet, kështu që vjedhja është e natyrshme e mos u ankoni shumë. Pralla më e fundit, e më e pabesueshmja, e më fyesja që na trajton jo vetëm si fëmijë, po si fare foshtje, është kjo e fundit që po tregon Edi Rama prej muajsh, për cilin lufta ndaj korrupsionit është shkelje e drejtave të njerëzit. Spaku GKK-ja që po luftojnë korrupsionin, që kërkojnë masa sigurie me burg për hajdut si Belinda Balluku, që kanë vjedhur gjysmën e Shqipërisë, janë duke na shkelur të drejtat e njerëzit. Po ke krahasojnë ministrin e korruptuar me fakirin që ka vjedhur energjinë elektrike për të ngrohur kalamajt e vet. Dhe kur pralla bëhet mit e ku miti pushton krejt shoqërinë, shteti degeneron, shteti bëhet disfunksional dhe i vjen dita. Vjen kjo ditë që po jetojmë të gjithë, ku urat e rrugët shemben, ku tunelet krisen, ku lumejt përmbyten, ku spitale nuk ka ilaçe e në shkolla nuk ka nxënës. Edi Rama ka zgjedhur ta mbrojë Belinda Ballukun dhe t'i jap kësaj shqelmin e fundit shtetit të drejtës në Shqipëri. Arsyet se ai e mbron Belinda Ballukun janë të paktën 2. Arsye e parë është që t'u tregoj qindra ballukëve tjerë në Partinë Socialiste që të vazhdojnë vjedhin rehat sepse reforma në drejtësi i ka ditët e numëruara. Çdo ditë që Belinda Balluku mbetet jashtë burgut është që ditë më pranë fundit reformës në drejtësi në Shqipëri. E dyta, Edi Rama e mbron Belinda Ballukun dhe nuk e jep imunitetin e saj siç e kërkon Spaku, sepse ai do që të nesër të mos jetë veti detyruar të vetë dorëzohet përpara drejtësisë, kur Spaku të kërkoj imunitetin e tij, e shefit Ballukut, e atij pa cilin Balluku nuk mund të vjedhte, e atij i cili ka vjedhur më shumë se qindra Balluk, e më shumë se çdo sundimtar tjetër në Republikën e Shqipërisë. Rama është autokrat, i paaft, i korruptuar, i vjetruar, i kërditshëm, tiran me toptit e këpuc lëpirës me të fortët brenda dhe jashtë vendit. Shikoni si u aputh tullën oligarkëve në përtakime me Demek me biznesin e madh. Shikoni se si u puth këpucën sundimtarëve të huaj, se si është i gatshëm të shes Sazani, Karaburuni, Zvërnecin, Florën, Jugun, Veriun, gjithë Shqipërinë, historinë tonë, të ardhmen tonë, vetëm e vetëm për një foto me të fortët e kësaj bote. Edi Rama është kryet një procesi të pasurimit nëpërmjet shpronësimit, që atë vetë, ministrat e vetë, po mbi të gjitha, oligarkët rreth e qarë këtij, po i pasuron marramendshëm, po pasurohet në rjoll. Oligarku Bashkim Ulaj duke shpronësuar pronat private tradicionale trashëguara brez pas brezit banorëve të rjollit. Po shpronësohen nga tokat, nga uji, nga pyjet, banorët fshatrat e Vlorës, për oligarkë si Samir Mani, Aleksandr Frangaj, Artan Dulaku. Po shpronësohen nga toka, nga uji, nga pyjet, fshatarët kudo nëpër Shqipëri, në Kurdarin, Martanesh, në Fush Bulqiz, po oligark lokal. Është një shtet i tërë, i kapur,
një shteti tërë i zvetluar, një shteti tërë i degeneruar, që u mundëson disa njerëzve të bëhen miliarder e mbi miliarder. Ky shteti kapur. Ky shteti kapur që u shërben oligarkëve, u shërben në mënyrë më të paskrupull dhe pasojat e kësaj shërbotorie, ne po i ndjejmë ditë mbas dite. E keni vënë, besoj ka shkuar mbi 2000 lek çmimi i naftës. Shqipëria është vendi me çmimin më të lartë naftës në kohë paqeje dhe vendi me çmimin më të lartë naftës në kohë lufte. Për pasojë, nes na e kanë fajin, as paqja e as lufta, ne fajin për rritjen e çmimeve, na e kanë qeveri hajdutash dhe oligark grykës që janë gati të përfitojnë edhe nga pika e fundit e djersës dhe pasurisë tonë kombëtare. Shqipëria është ndër të rrallat vende në botë naftë mbajtës me burimet konsiderueshme nafte, por që nuk ka rrit të përdor e të përpunoj asnjë gram naftë të prodhuar në këtë vend. Sigurisht, Edi Rama nuk është fajtori i vetëm, po është fajtori kryesor. Një proces që ka nisur nga tjerë korruptuar, nga etrit e tij shpirtëror, nga Fatosnanoja, nga Sali Berisha, që ja dhanë e privatizuan nxjerrjen e naftës Shqipëri, ja dhanë një kompanie si Bankersi, që nuk paguan as taksat. Na bën ne sot si popull të mos kontrollojmë dot burimet që kemi në tokë. Edi Rama nga ana tjetër është kryeministri gjatë qeverisë të cilit është shkatruar uzina e përpunimit të naftës në Ballsh. Sot Shqipëria nuk përpunon, nuk përdor dhe nuk blen dot lirë naftën e vet, sepse Edi Rama dhe ministrat e tij korruptuar ja kanë lënë në dorë naftën importuesve, monopolistëve, kartelit naftës së drejtuar nga oligarku famkeq Shefqet Kastrati. Një qeveri e përgjegjshme. Një qeveri e përgjegjshme që do mendonte të qeveriste dhe jo të vidhte, që do mendonte për të mirën e qytetarëve dhe jo për të mbrojtur veten nga drejtësia, do kishte nxjerr mësime nga historia. Do kishte nxjerr mësime nga lufta në Ukrainë në vitin 2022, ku nafta dhe gjitha çmimet e tjera u rritën dhe do e kishte shpallur emergjencë kombëtare ringritjen e industrisë përpunimit naftës Shqipëri, vendosje në kontroll publik të prodhimit naftës Shqipëri. Po kjo qeveri, hajdutëse të paaftës, as e ka menduar, as e ka ndërruar, as e ka imagjinuar të bëjë një gjë që çdo qeveri e përgjegjshme do ta bënte sot në botë. Dhe pasojat janë përpara nesh. Nafta mbi 2000 lek, mund të shkojë 2500 lek, mund të shkojë 3000 lek, mund të shkojë sa të duan ata lek, sepse ata mendojnë që populli shqiptar është fëmijë, që populli shqiptar është në gjumë. Por nuk e din se ne, pavarësisht se na kanë vjedhur shumë çka, pavarësisht se na kanë marrë pothuajse gjithçka, nuk kanë arritur ende të na marrin fuqinë për të reaguar, dinjitetin ton qytetar, forcën për të imagjinuar një Shqipëri krejt ndryshe nga ky lisi i rrëzuar për dhe që kemi sot para syve. Një Shqipëri me institucione të forta, demokratike dhe të pavarura, me politika zhvillimore që nxisin prodhimin bujqësor, industrial dhe shërbimet e kualifikuara, me një shtet social që nuk braktis asnjëri, po mirëpret të gjithë nevojtarët, pensionistët, varfrit, papunët, që u del në krah punëtorëve. E keni vënë re, motoristët e Voltit janë duke protestuar çdo natë dhe nuk kanë një derë ku të përplasin kokën, nuk ka një ministri të punës dhe çështjeve sociale në Shqipëri. Inspektorati i punës është një institucion bjerraditës, përplot me hajdut vegjël dhe me patronazhist. Na duhet pra ta bëjmë realitet imagjinatën tonë për një Shqipëri krejt ndryshe, për një Shqipëri të punëtorëve, për një Shqipëri të sipërmarrësve të ndershëm, për një Shqipëri të pensionistëve të bujqve, të klasës mesme profesioniste që gëzon
frytin e punës vetë dhe nuk i rëndohet çdo vit barra. Kostoja e jetesës, prej rritjes çmimit banimit, po mbi të gjitha, kostoja të mbajturit mbi shpinë, prindrit e tyre pensionistë, që me 100.000 lekë pension, as buk nuk ka ndo. Kam punuar 40 vjetë dhe as buk nuk ka ndo. Të gjithë e këtu, të bashkuar, me vullnet, me aspirata, me idealizëm, duhet të zotojmë njëri tjetrit dhe epokës tonë, që kështu, kaq sa jemi dhe më të shumë sa që jemi, edhe më të fortë se që jemi, ta transformojmë vendin tonë sipas idealeve, aspiratave më të mira të popullit shqiptar në të shkuar dhe në tashmen e tij. Ju falenderoj.